Enida Tarifa u zgjua fiks kështu siç e shihni sot dhe shkroi "Mirëmëngjes Kastor". Enida, po nuk e pak vonë si për të zgjuar në këtë orë? Edhe kur të përgatitesh për Eurovision kaq shumë do flesh? Gjithsesi, bukur duket. Enca dhe Noizi pas një performance së bashku së pjesë së turit dimëror, vendosën të shkrepin edhe një selfie dhe ky ishte rezultati. Enca sigurisht nuk harron të theksoj hiret e saj edhe në foto, dhe Noizi si gjithnjë me shenjën e OTR. Çifti artistik duken më të bashkuar se kurrë. Urime dhe suksese. Kjo është një foto e pazakontë që çdo shqiptari do t'i dukej e çuditshme. Roza Lati ka pozuar me një derkus të vogël, i cili me sa duket është kafshë shtëpiake e një çifti miq të Rozës. Nuk janë të shumtë ata që mbajnë deren si kafshë shtëpiake dhe së bashku me Rozën, edhe ne shpresojmë të shtohen sa më shumë. Mos i vrisni derat. Ja edhe foto e radhës nga reperi Stresi, i cili duket se po e shijon shumë nga dita në ditë trupin e tij të palestruar dhe duhet thënë se duket shumë seksi. Këto lloj selfish i bëjmë të gjithë, por jo të gjithë i postojmë në Instagram. Bravo Stresi!